Në juglindje të Shqipërisë, ku agimi vjen më herët 2 agim kolat, po përfitoi miliona euro për një rrugë 35 kilometra Qilis-Korçë me Ersekën. Rruga e cila ka nisur disa vite më parë ka një kosto totale prej 80 milion euro, ndërsa tani po investohen edhe shumë të tjera për mirëmbajtjen e saj. Autoriteti rrugor shqiptar ka miratuar fonde shtesë, përfshirë një shumë prej 4.3 milion euro për riparimin e një shembje të ndodhur në shkurt të vitit 2024. Firma që fitoi tenderet për ndërtimin e rrugës është e lidhur me Agim Kolën, vëllai i deputetit të Partisë Socialiste Ndue Kola. Kosto e ndërtimit është rritur me kalimin e viteve. Loti i parë kushtoi 15 milion euro, loti i dytë 50 milion euro dhe më pas kontrata u modifikua me një shtesë prej 5 milion euro. Ndërtimi i segmentit Korçë-Ersekë është planifikuar të përfundojë në mars të vitit 2024, por shëmbja dhe problemet e tjera e kanë vonuar procesin e tij. Në datën 17 shkurt 2024, një pjesë e rrugës u shëmb, duke shkaktuar shqetësime për sigurinë e kalimtarëve. ARSH ka shtuar fonde për të riparuar dëmet, por segmenti ka vazhduar të pësojë deformime, e po ashtu dhe plasaritje, duke rrezikuar kështu një tragjedi. Për ta ndërsuar këtë, ARSH ka shpallur një tender për mirëmbajtjen e segmentit dhe një fond prej 2 milion euro. Ironikisht, firma që do të kryejë mirëmbajtjen është po ashtu në pronësi të një personi me emrin Agim Kola, i lidhur me ndërtuesin e rrugës. Ky projekt ka ngritur pikpyetje për mënyrën se si fondet janë menaxhuar për përballimin e problemeve të infrastrukturës që mbeten të pazgjidhura.